Liderët e BE-s i besuan italianes Federica Mogherini postin e shefes së re të diplomacisë dhe polaku Donald Tusk atë të presidentit të Këshillit Evropian. Dy drejtuesit e rinj morën bekimin gjatë samitit të vendeve anëtare të mbajtur në Bruksel. Kryeministri polak Tusk do të pasojë Herman Van Rompuy, ndërsa ministri i jashtëm italiane do të zërë zyrën e baroneshës Catherine Ashton. Në konferencën e parë përpara medias pas zyrtarizimit të detyrave, Tusk dhe Mogherini pranuan hapur se kanë përpara sfida të mëdha. Krizat më urgjente për Mogherini janë Ukraina, Iraku, Siria dhe Libia, për zgjidhjen e të cilave ajo premtoi se do të punojë me të gjitha energjitë, kurse theksoi se do të veprojë në interes të gjitha vendeve anëtare të qytetarëve evropian. 57 vjeçari Donald Tusk, politikan i qendrës së djathtë, ka qenë kryeministri i Polonisë në 2 mandate, ndërsa Mogherini aktualisht mban postin e ministres së jashtme të Italisë, duke u bërë pjesë e kabinetit të qeverisë Renzi në muajin shkurt të këtij viti. Ajo ka qenë anëtare e Parlamentit Evropian që prej vitit 2008. Së bashku me Jean-Claude Juncker, Tusk dhe Mogherini përbëjnë treshën më të lartë zyrtare të Bashkimit Evropian.